Sot do të flasim për histori frymëzuese të grave sipërmarrëse. Jo thjesht si histori suksesi. Do t'i shohim këto si procese, si lind një ide, si zhvillohet dhe si vihet në zbatim. Për të kuptuar këtë, duhet të nisemi nga realiteti. Në shumë zona të Shqipërisë dhe të rajonit, sidomos në zona rurale, jeta e grave është e lidhur ngushtë me sfida të përditshme ekonomike dhe sociale. E kështu të prekura nga emigrimi masiv, dhjetra familje në zonën e Kukësit dhe të Prizrenit po mbahen në këmbë nga gratë, të cilat çdo ditë përballen me barrën e dyfish të jetës dhe përgjegjësisë për familjen. Dërsa burrat janë larguar në kërkim të një të ardhmeje më të mirë jashtë vendit, gratë mbeten në shtëpi për të rritur fëmijët, kujdesur për prindrit e moshuar, e shpeshherë edhe duke punuar tokën. Dhe pikërisht në këtë realitet lind një pyetje shumë e rëndësishme. Si mund të krijohet një mundësi ekonomike në kushte të tilla? Si mund të kthehet një sfidë në ide? Si mund të kthehet një ide në aktivitet që gjeneron të ardhura? Këtu hyn në lojë historitë e grave sipërmarrëse, sepse shumë prej tyre nuk e kanë nisur as nga kushtet dhe as nga idetë perfekte, por nga një nevojë shumë konkrete. Dikush për të mbajtur familjen, dikush për të krijuar stabilitet dhe dikush për të ndërtuar diçka të qëndrueshme. Një nga këto histori është ajo e Sonila Voglit, një sipërmarrëse në Lushnjë që merret me kultivimin dhe përpunimin e trëndafilave dhe bimëve mjekësore. Ajo i kthen ato në produkte natyrale, pas 20 vitesh emigrimi vendosi të vijë dhe të investojë në Shqipëri, në vendin e saj duke ndërtuar biznesin e saj. Kisha filluar të punoja me bimët mjekësore që në Itali, ku kam jetuar për 20 vjet pothuajse, edhe vendosëm që të kthehemi në shtëpi për të qenë edhe më pranë familjes, edhe për të hapur diçka që është komplet ndryshe, diçka e re për Shqipërinë. Punojmë me trëndafilat kryesisht edhe me bimët e tjera mjekësore që gjejmë në zonë. Pra, ideja nuk lind rastësisht. Ajo erdhi nga nevoja, por edhe nga përvoja, dhe nga gjithçka që Sonila kishte mësuar jashtë dhe vendosi ta aplikojë në vendin e saj. Ne kemi sjellë në Shqipëri rreth 450 lloje të ndryshme trëndafilash, jemi tani në 350 rrënjë të ndryshme trëndafilash, lloje të ndryshme trëndafilash, sepse një pjesë nuk kanë duruar nxehtësinë e Lushnjës. Kemi rreth 2 hektar trëndafila për vaj esencial, nga e cili distilojmë vajin esencial të trëndafilit që përdoret edhe për të kuruar, përdoret kryesisht kundra depresionit, edhe për pjesën kozmetike të saj, antirudhë, për kremrat, për ujin e trëndafilit si tonifikant për fytyrë. Pjesa tjetër që bëjmë me trëndafilin është një distilim tjetër që bëhet me një fermentim të trëndafilit që përdoret kryesisht për pjesën e kurimit të femrave, në përgjithësi për premenopauzën, menopauzën. Publiku ju njeh si gazetare lajmesh, por pak e din lidhjen tuaj me bletarinë. Përshëndetje, unë jam Rudina Muça, gazetare pranë Departamentit të Informacionit në Top Channel. Prej 10 vitesh unë ushtroj profesionin e gazetares në terren, por prej 8 vitesh tashmë jam angazhuar si gazetare e profilit të sigurisë ushqimore dhe të bujqësisë. Për sa i përket lidhjes së time me bletarinë, kjo erdhi si dhuratë nga babai bashkëshortit tim, pasi unë jam nuse në një familje fermerësh. Ka qenë një park i dhuruar për 100 koshere bletësh. Si lindi kjo lidhja juaj me bletët dhe çfarë ju shtyu drejt kësaj rruge? Eksperienca në bletari për 6 vitesh më ka mësuar se kushtet klimatike janë kaq shumë të rëndësishme për sigurinë ushqimore dhe për shëndetin tonë, për shëndetin e të gjithëve. Jo më kohë dhe shkencëtari Einstein ka thënë që pa blet nuk ka jetë. Si ju ka ndryshuar bletaria si gazetare dhe si qytetare? Me bindje duhet ta them se aty ku zonat bujqësore janë të zhvilluar dhe aty ku industria është e zhvilluar, Mbretëresha dikur e gjatësinë e saj e ka pasur 7 vite, ndërsa tani e gjatësia shkurtuar në 4 deri në 5 vite. Dhe kjo është si pasojë e ndotjes atmosferike, por nga ana tjetër edhe e ndotjes së mjedisit përreth nga përdorimi i pesticideve. Pasi pesticidet nuk depozitohen vetëm në bimën ku spërkatja ndodh, por edhe në tokë,
në ajër dhe në ujërat nëntokësor. Çfarë tregojnë bletët për gjendjen e mjedisit sot? Më ka mësuar që ta dua më tepër natyrën, pasi prej bletës unë nuk e kam vetëm pasion, por e shoh dhe si një mënyrë financiare ekonomike. Dhe kam kuptuar se në një mjedis të pastër, unë përfitoj më tepër nga ana ekonomike, por gjithashtu dhe dashurinë që kam për mjedisin, për natyrën dhe e them këtë shpesh, sepse duke qenë se familja ime zotëron 7 parqe bletëshme nga 100 koshere secila, në parqet ku janë më pastër, në nivelet më të larta të detit, aty shoh që edhe mjalti është më cilësor dhe mu më gëzon sa herë marr komplimenta. Çfarë ka ndryshuar për ju personalisht që kur keni filluar të merreni me bletari? Fatkeqësisht disa herë në familjen time ne jemi përballur me abandonime, me braktisje të familje të bletëve nga kosherja. Kjo vjen si pasojë e kushteve klimatike, të një pranvere shumë të nxehtë, ose të një dimri shumë të lagësht, shumë të ashpër, por zakonisht ndodh në pranverë. Duke qenë se është shumë nxehtë, bletët dalin për të kërkuar ushqimin, ka rënë dhe cilësia e ushqimit dhe sasia e nektarit në terren, atëherë bletët braktisin kosherën pasi ngrenin sistem alarmi. Nga ana tjetër, pesticidet kanë sjellë reduktimin e jetëgjatësisë së bletëve dhe të mbretëreshës, cilësinë e mjaltit, por gjithashtu edhe sasinë e prodhimit të mjaltit, të qumshit të bletës ose të gelatinës mbretërore, të polenit, të propolisit. E gjitha kjo tregon që ne nuk po jetojmë në një mjedis të pastër, pasi nëse bëjmë krahasimin vite më parë, një kornizë blet kishte afërsisht 3 kg mjalt, ndërsa tani është ulur me 1, që do thotë brenda një koshere ne marrim 10 kg mjalt më pak. Cilat janë sfidat kryesore që has një bletëri të sot në Shqipëri? Bashkimi Evropian, siç e thash më parë, është duke prezantuar qasje të reja për kurimin e bletëve. Ku them kurimin e bletëve, pasi bletët ashtu si në njerëzit, ato preken nga sëmundje të ndryshme. Nëse dikur këto bletë kuroheshin me medikamente të cilat ishin të pasura me metale të rënda, tashmë po shkohet drejt metodave më miqësore me mjedisin, me kontrollin biologjik ose me metoda të reja shkencore, të cilat janë më pak metale të rënda duke shkuar drejt organikës dhe drejt natyrës. A mund të ndikojë realisht bletaria në mbrojtjen e mjedisit? Unë them shpesh që çdo njeriu që prodhon, punon tokën dhe mban gjë të gjallë duhet t'i puthim duart. Në të kundërt, nuk do të ham mirë. Në të kundërt, ne do të ushqehemi me produkte importi që do të përkthehen më të kushtueshme për ne, por jo më të sigurta se prodhimet made in Albania. Çfarë mesazhi keni për bletarët dhe qytetarët që duan të kontribojnë? Nëse shohim të dhënat nga Instat, vërejmë që i vetmi sektor në blegtori që ka pësuar rritje është bletaria. Kjo pasi bletaria të siguron të ardhurat të mira ekonomike, edhe kaq familje se janë bletari në Shqipëri, ne ende nuk i përgjigjim konsumatorit vendas. Për këtë arsye shumë herë thrasim dhe ndihmë të prodhimeve nga importi. Nëse nuk do kemi një mjedis të pastër, nëse nuk do kemi një kontroll të PMV-ve nga Ministria e Bujqësisë të Sigurta dhe mjedisore dhe cilësore, nëse ne nuk do të kemi një mbështetje të duhur për produktet organike, atëherë nuk do jemi në kushte të favorshme për bletarët, të cilët të ushtrojnë një profesion të tillë. Ideja lindi vitin e kaluar në 2021, duke parë problematikat që nisën midis Ukrainës edhe Rusisë, ishte diskutimi kryesor energjia. Si rrjedhoj, ne menduam ta paraprim këtë problem dhe vendosëm që të vendosim panele diellore, duke qenë se jemi dhe një biznes i madh, kemi standard në biznesin tonë, nuk donim që të ulej ky standard. Pas një studimi u projektua për të vendosur panele diellore. Panelet diellore janë vendosur këtë vit, në shkurt të vitit 2022. Përfitimet janë të dukshme nga fillimi i vendosjes së tyre deri tani. Janë prodhuar 320 MW energji, e përkthyer kjo në kursim të energjisë elektrike në fund të muajit të çdo fature. Sa i përket dëmeve mjedisore, kemi reduktuar me 169 ton
karbon e përkthyer në CO2, si edhe e konvertuar ndryshe, sikur kemi mbjell 472 rrënjë pemë, që është një mbrojtje e madhe për ambientin. Në total janë 277 kW fuqi e instaluar vetëm në ambientet e latitude, në të cilat janë 660 panele diellore. Është goxha efikas, realisht, neve janë ndjem lezetin, le të themi, gjatë muajve të verës, sepse dimri është më pak efikas, duke qenë se panelet diellore janë të lidhura me dritën, jo diellin dhe nxehtësinë e diellit, por me dritën në vetvete. Gjatë periudhës së verës panelet janë eficiente 70% dhe gjatë periudhës së dimrit janë diku te 40% nga statistikat që ne kemi deri tani. Kjo tregon diçka shumë të rëndësishme. Sipërmarrja nuk është vetëm ide, është edhe investim, por është edhe eksperimentim. Jam kthyer në shtëpi, kam gjetur mikpritje, kur jam kthyer, duke qenë grua në fillim ishte akoma edhe pak më e pabesueshme që një femër ishte duke bërë një diçka të tillë. Por mendoj se gjithçka duke qenë koherent edhe në vazhdueshmëri, njerëzit mësohen edhe me të qenit imprenditore femër, edhe nuk më duket aq e pamundur. Kjo është një nga ato sfida që hasen shpesh, jo vetëm problemet ekonomike, por edhe përballjet sociale, të cilat një grua duhet të parapërgatitet, sepse në rastin e Sonilës, ajo harriti që t'ia dalë, por Sonila e gjeti motivimin e brendshëm te natyra. Unë mendoj se natyra është femër, kështu që ku ka më mirë se një femër që ta njohi dhe ta mbrojë në radhë të parë, sepse kjo është gjëja e parë që ne bëjmë. I japim mundësinë natyrës, të na japi ajo mundësinë neve që të kuptojmë, edhe të kurohemi me të. Femrat këta e bëjnë shumë mirë, sepse janë lindin për të qenë pjesë e kësaj natyre. Ajo që do t'i thosha është që të mos ngurojnë edhe të kërkojnë diçka për më shumë, edhe ta hedhin hapin e parë për të bërë diçka më shumë. Historia e Sonilës nuk është thjesht një histori suksesi. Ajo është një shembull konkret i mënyrës si një ide lind, zhvillohet dhe përshtatet me realitetin. Por nëse e shohim më nga afër, lind një tjetër pyetje. A është kjo vetëm një intuit personale, apo ka një mënyrë për ta ndërtuar një ide të tillë? Shumë shpesh mendojmë se një biznes lind nga një ide e madhe. Në fakt, në shumicën e rasteve, ai nis nga një problem i thjeshtë, një nevojë që nuk po zgjidhet, një boshllëk në treg, një model i parë diku që mund të replikohet në vendin tënd, ose thjesht një situatë që kërkon një zgjidhje të re. Ajo që për shumë njerëz është problem, për dikë tjetër mund të jetë mundësi për të krijuar diçka të re. Dhe është pikërisht kjo ajo që po shohim në disa raste. Për ta konkretizuar këtë, do dalim te një shembull tjetër. Është rasti i Joana Diamantit. Ajo është një sipërmarrëse në Tiranë që ka krijuar një iniciativë për riciklimin e qelqit dhe transformimin e mbetjeve në produkte me vlerë për tregun dhe komunitetin. Qelqi është më shumë se sa një projekt. Edhe vetë nga emri është një hub, do të thotë është një vatër e cila kërkon të angazhoj komunitetin, të krijoj elemente të rinë në prodhim, të ndërgjegjësoj, të krijoj një lloj komuniteti dhe një lloj fryme. Normalisht nuk ka nisur vetë, themelimin e ka pasur dhe gjenezën e zhvillimit e ka pasur tek Diamanti Studio. Diamanti Studio është një punishtë e cila ekziston prej 20 vitesh në Shqipëri dhe në Tiranë, e themeluar nga babai im i cili është piktor, me mbështetjen e familjes edhe mamas time e cila është inxhiniere. Ne e dimë që Shqipëria ka pasur një industri të konsiderueshme xhami dhe qelqi, e cila për fat të keq mbas rënies të pas ndryshimit politik nuk ekziston më dhe jemi vetëm importues të këtij materiali dhe jo prodhues. Në këtë rast, Joana ka gjetur një mënyrë tjetër për ta parë problemin, jo thjesht për të gjetur zgjidhje, por si një mundësi për të krijuar vlerë. Tirana Glass Hub, siç thash, është më shumë se sa një projekt, është një qendër, ka disa pilar, ka pilarin e ndërgjegjësimit, pilarin e shtyllën e edukimit, shtyllën e prodhimit dhe normalisht dhe shitjes. Në aspektin në shtyllën e ndërgjegjësimit, një komponent shumë i rëndësishëm është përfshirja e komunitetit duke sjell vetë njerëzit në prodhim, duke i edukuar për vlerën e riciklimit, por dhe duke i treguar se
çfarë vlerë dhe çfarë jetë e re mund të marrë një produkt i cili konsiderohet mbetje? Pra ideja nuk është gjithmonë diçka e re nga fillimi. Shpesh është një mënyrë për të parë në ndryshe diçka që tashmë ekziston. Por si kalohet nga problemi te ideja? Një nga mënyrat më të përdorura është ideimi, procesi i gjenerimit të ideve pa i gjykuar ato menjëherë. Këtu do të citojmë Ideo. Ideo është një kompani ndërkombëtare që merret me inovacionin dhe me zhvillimin e ideve. Dhe thotë, vetë ideimi është procesi i gjenerimit të një game të gjërë mundësish pa i gjykuar ato paraprakisht. Ajo që ne shpesh e quajmë brainstorming, nganjëherë rrezikon të kthehet në një gjykim aq kritik për veten sa e vret iden pa lindur ende. Por një ide e mirë, sado që të jetë e tillë, nuk mjafton. Ajo duhet të strukturohet. Dhe çdo sipërmarrje ka disa element bazë. Problemin që zgjidh, zgjidhjen që ofron, njerëzit që përfitojnë dhe mënyrën se si gjeneron të ardhura. Jo çdo rrugëtim është linear. Ka raste kur sipërmarrja vihet përballë krizave dhe në këto kriza testohen vendimet. Si shembull ilustrues, do të marrim një rast të publikuar në websajtin pozitivi.org. Ky rast lidhet me një sipërmarrëse shqiptare në sektorin e produkteve për fëmijë. Ajo kishte ndërtuar një biznes fizik dhe u përball me mbylljen përgjatë pandemisë. E ndodhur në situatën përballë rënies së kërkesës, mbylljes së aktivitetit, ajo u step, hezitoi, por pastaj reagoi. Ndryshoi drejtim duke kaluar në shitjet online, duke përshtatur produktin sipas nevojave të reja të trekut. La çdo investim tjetër dhe u përqendrua tek e vetmi produkt që po ecte online, që ishin në këtë rast tendat për fëmijë. Kjo e ktheu në një rast suksesi. Ky rast është shumë domethënës, sepse ilustron qartë një nga elementët kryesor të sipërmarrjes, aftësinë për të përshtatur dhe për të reaguar ndaj sfidave. Pikërisht për këtë arsye, ky shërben si një shembull konkret që lidhet drejt për drejt me këtë temë. Mënyrën se si një ide jo vetëm lind, por edhe evoluon për të mbijetuar në kushte të vështira. Në këtë rast, ne e kemi përdorur për të ilustruar një element kyç, aftësinë për të përshtatur. Në fakt, këto histori nuk janë vetëm raste të veçuara. Ato janë pjesë e realitetit që e shohim çdo ditë, edhe këtu, në Shqipëri. Ka 5 vjet që kemi hapur biznesin tonë në fshatin Novosel. Puna sigurisht, sikur siç e shikon, ka rënë çdo vit e më shumë, më pak. Sepse të rinjt kanë ikur. Tash nuk e di varet si do shkojë. Nëse do ikin krejt, edhe ne do ikim, se s'kemi çfarë bëjmë këtu. Varet sikur do përparoj vendi. Unë jam Fatira Kërxhaliu, jam 21 vjeç. Unë jam Rubin Kërxhaliu, jam 21 vjeç. Ne jemi binjak edhe ne vazhdojmë studimet për informatikë ekonomike në Tiranë. Ne kemi menduar që të ardhmen të vazhdojmë në Kukës. Ne vim çdo fundjavë këtu, mund vim edhe gjatë javës për të ndihmu prindrit. Kam hasur shumë nga këto rrethi shoqëror dhe gjithë që mendojnë të largohen ose janë larguar nga këtu. Unë mendoj që emigrimi nuk është zgjidhje për kuksianët, nuk e kam menduar të emigroj. Jam shumë mirë këtu ku jam, se jam mësuar me punën që i vogël dhe mund t'ja dalë këtu në qytetin tim. Më shumë kemi shku jashtë shteti për të parë vende dhe si turist dhe kemi marrë shumë gjëra nga andej që po e shikojmë që të zhvillojmë edhe në qytetin tonë. Që edhe të rinjt mos duan të largohen jashtë, po ta gjejnë zhvillojnë jetën e tyre këtu. Unë po studioj në Tiranë dhe unë do vazhdoj që t'i jap emër qytetit, biznesit dhe gjithçka në këtë zonë. Ne mendojmë të zhvillojmë biznesin jo vetëm të ngeli si hotel, bar, restoran. Ne mendojmë të zhvillojmë edhe ture të ndryshme në male, sepse është diçka që akoma nuk është bërë në Kukës. Sepse se kanë parë gjithë qytetin e Kukësit, gjithë që kanë ardhur thonë nuk kemi çfarë bëjmë në Kukës apo jo, po në fakt Kukësit i mungon një guid që mund të shkojnë të shohin shtegun e ngjyrave ose Shishtavecin ose mund të shohin gjitha Kryën e Kuq. Familja gjithmonë na ka shtyrë që të punoni me pastërti, të
zhvilloni biznesin. Të rinjt Kukës, ata që duan të largohen, mendojnë se nëse ikën jashtë, ti bën direkt lek, mund bësh direkt i pasur. Fokusi i tyre është leku, nuk është që rrezikojnë jetën e tyre ose rrezikojnë gjëra të tjera për të arritur atë lek. Ka më shumë se ç'duhet punë për të rinjt në Kukës, po janë të rinjt ata që nuk duan të punojnë. Ne kemi kërkuar që të punësojmë të rinj në Kukës tek biznesi jonë, po kemi hasur nga përgjigje të ndryshme. Një nga ato është edhe që kam një familjar timin në Angli dhe nuk kam arsye pse të punoj. Kjo është gjë më e keqe që mund t'i ndodhi Kukësit, sepse nëse nuk punojmë ne për vendin tonë, nuk do vi dikush tjetër ta bëjë këtë gjë. Mesazhi im për gjithë të rinj që duan të emigrojnë është që të rinë në vendin e tyre, të punojnë në vendin e tyre dhe me forcë, punë dhe vullnet ja rrinë çdo gjë këtu. Unë nuk kam një mesazh për të dhënë për ata që po rrinë Kukës, sepse ata gja e kanë dhënë mesazhin, siç po e bëj dhe unë, por mund t'ju them vetëm forca, vazhdoni të investoni dhe të zhvilloni Kukësin. Kukësi ka potencial si qytet, sepse vit pas viti po shikojmë që po merr zhvillim akoma dhe më shumë, si nga turistat, si nga zonat e qytetit Kukësit. Shembujt e zgjedhur në këto histori suksesi janë qëllimisht të larmishëm gjeografikisht, por edhe si forma sipërmarrje. Ato sjellin realitete të ndryshme, problematika të ndryshme dhe e përbashkëta qëndron në faktin se cilat do qofshin vështirësitë të një grua ka nxitur idenë e sipërmarrjes dhe ajo ja ka dalë. Ja ka dalë edhe kur starti në garën e madhe të sipërmarrjes nuk ka qenë i barabartë. I gjithë bara për mbajtjen e familjes, pra për rolin familje, qoftë rolin e nënës apo edhe të babait, apo edhe jo vetëm i mbetet gruas në Kukës. Dhe në këtë kontekst, padyshim që pozita e saj është rënduar goxha fal këtij fenomeni. Mungesa e anëtarëve tjerë të familjes e krijon këtë detyrimisht që një grua të përballet të qëndrojë në shtëpi dhe të krijojë domethënë një ambient mirë për fëmijët e tyre ose për familjet e tyre, por ndryshe nëse është domethënë një burr, një grua për punë, nuk e mendoj, sepse të gjithë kanë drejta të barabarta. Pra, flasim për atë kategori grash dhe vajzash që nxiten të gjenerojnë të ardhura jo thjesht si ambicie, por ndonjëherë dhe si nevojë etike. Jo të gjithë kanë sipërmarrje të mëdha. Rëndësi ka që kanë gjetur një mënyrë se si t'i japin vetë drejtim jetës së tyre, asaj familjare, por edhe asaj ekonomike. Dita ime në mëngjes fillon në ora 8, ku ta çoj çikën prej gjumit me punë të çerta. Atëherë mirë me vajzat tjera dhe gjatë ditës mirë me fëmijë. Ndryshe është këtë punon, ato të ndihmojnë për çdo lloj për me rrit një fëmijë, po nuk është përparja jote që e punon me deri se në ballet edhe e shpenzon çysh ki çek. Nesh më lirë me harxhu çysh dush vet. Këto janë histori që ilustrojnë atë që thamë më lart, rastet kur ideja lind nga nevoja. Por derisa të ndodh kjo, këtej e andej kufirit, familja, shtëpia e buqësia, të vazhdoj të mbajt të njëjtin emër. Grua. E ndërkohë që bara mban emrin grua, është momenti që edhe iniciativa të jetë e tillë. Numri i grave sipërmarrëse po vjen duke u shtuar në vendin tonë. Këto histori ilustruan se çdo histori që nis e ka një hap të parë. Pyetja nuk është nëse ke një ide perfekte. Pyetja është cilin problem je gati ta kthesh në një mundësi. Dhe s'ka rëndësi se nga fillon. Mjaft të hidhet hapi i parë dhe të tjerët pasojnë. Por sipërmarrja nuk është e vetmja mënyrë për të krijuar pavarësi ekonomike dhe perspektivë për të ardhmen. Për shumë të rinj, pyetja kryesore mbetet: si mund të ndërtohet një ardhme profesionale në një treg pune që ndryshon vazhdimisht? Dhe pikërisht këtu lidhen dy tema shumë të rëndësishme: arsimimi dhe punësimi. Në një kohë kur shumë të rinj përballen me pasiguri profesionale, mungesë mundësish dhe emigrim, lind nevoja për të diskutuar jo vetëm mbi sipërmarrjen, por edhe mbi mënyrën se si arsimi mund të ndikojë në krijimin e mundësive reale për punësim dhe zhvillim profesional.
E kemi dëgjuar shpesh shprehjen që arsimi na çon drejt një vendi pune të sigurt. Pra është një garanci për gjetur një vend pune më kollaj. Por jo gjithmonë ndodh kështu, pasi shohim të rinj të shumë që arsimohen dhe kanë të pamundur të sigurojnë një vend pune. Arsyet janë nga më të ndryshmet, arsye që në fakt do i diskutojmë sot. A është arsimi një hallkë mirë për të siguruar një vend pune për të rinj? Diskutojmë me dy studentë që akoma janë në fakultet, janë për shkenca politike, studiojnë të dy në njëjtën deg, por paçka se nuk njihen, janë të gatshëm për të ndarë opinionet e tyre në këtë diskutim që do zhvillojmë sot. Jemi me Jasmina Sengla, aktiviste njëkohësisht, dhe jemi me Nertil Islami, student për shkenca politike. Mirë se erdhët, është kënaqësi ju kemi pjesë të këtij diskutimi. Nisim me pyetjen e parë, cilat mendoni që janë sfidat e të rinjve për gjetur një vend pune? Sa të vështirë kanë, si janë ato vështirësitë më shumta që ata ballafaqohen kur mbarojnë fakultetin, universitetin, për dalë, për qenë të gatshëm drejt një vendi pune? Atëherë si fillim mund të vazhdoj, së pari që është arsimi për mendimin tim. Arsimi është një nga shtyllat dhe kolonat kryesore për jetën e individit dhe një të riu. Ai është një proces gjithë përfshirës, me anë të cilën përfshin vazhdon që nga fëmijët të rriturit individet deri tek përgatitja përfundimtare një të riu apo edhe një individi tjetër për jetën e tij. Shpesh studentët në Shqipëri përballen me sfida shumë të mëdha, sidomos për të arritur deri në finalen e tyre dhe për të arritur benefitet kryesore nga procesi i rifillimit deri në përfundim, deri në mbarim të tij. Për mendimin tim, sfidat kryesore të studentëve për të arritur një vend pune në përfundim të qoftë të studimeve universitare apo pas universitare është sepse nuk kanë lidhje apo mekanizma kryesore me pushtetin qendror për të futur tek ai vendi me të cilën pretendojnë se janë të aftë apo dhe duan të jenë në atë pjesë. Pastaj ka dhe sfida të tjera me të cilën janë pasi përfundojnë bachelorin, nuk është një diplomë specifike apo si një diplomë shumë e njoftshme nga institucionet përkatëse, me anë të cilët kërkon edhe një lloj formimi të më vonshëm pas kësaj diplome që është masteri, të cilën në master ka sfida edhe sfida është vazhdon sfida akoma dhe më e lartë, me të cilën në master ka një kosto më të lartë. Pas masterit është edhe licencimi që e kanë komplet të pamundur të arrijnë këtë lloj sfide. Ne mendon se këto mekanizma në arsimin universitar nuk funksionojnë siç duhet për të përgatitur një student drejt një tregu pune për të nesërmen. Në çfarë lloj kuptimin këto mekanizma? Ti the nuk funksionojnë, pra nuk na çojnë drejt një vendi të sigurt pune, pasi kemi mbaruar fakultetin. Patjetër që jo, patjetër që nuk na çojnë drejt një vendi të sigurt pune, sepse para se ne të zëm këtë vend pune janë disa militantë ekstremistë të disa partive, të cilët e zën para nesh këtë vendin e punës. Unë për vete do doja të kundërshtoja, arsye sepse do doja të kundërshtoja në radhë parë, sepse unë mendoj që jemi duke mbi fokusuar ndoshta diskutimin tek elementi i politikave qendrore, pra ndërlidhja që qeveria ose po themi edhe vetë universitetet bëjnë në mënyrë të tillë që ti punësojnë studentët e tyre. Ajo që unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ne duhet kemi parasysh në diskutim, është se ne jemi në shoqëri tregu. Dhe duke qenë në shoqëri tregu, praktikisht është e nevojshme që neve të marrim edhe disi përgjegjësi individuale. Duhet kuptuar që është e vërtet që është e vështirë për studentët që në momentin që diplomohen të gjejnë një vend pune drejt për drejtin profilin e tyre, por kjo këtu nuk ka të bëjë drejt për drejti me mungesën e politikave ose si thua mënyrën e mirë të ndërlidhjes mes universitetit edhe qeverisë qendrore, por ka një problem tjetër, kjo ka të bëjë kryesisht me faktin se në përgjithësi studentët dhe si të gjithë të rinjt e tjerë janë profesionistë të rinj, duke qenë të tillë ata kanë nevojë për një periudhë të caktuar kohore për ta gjetur veten e tyre në tregun e punës. Nëse do t'i referohemi vetë Bashkimit Evropian dhe situatës se si janë vetë bashkëmoshatarët tanë duke përballur me këtë situatë, duhet mbajtur parasysh që dhe atyre ju duhet minimalisht 3 ose 4 muaj për të gjetur një vend pune. Prandaj kjo pjesa e mospërputhjes mes kërkesave të tregut, po nga ana tjetër edhe me pjesën e profileve që ne studiojmë dhe veç kësaj pastaj vetë nevoja që ne kemi në raport me
si thua të gjeturit vetvetes në momentin që ne përfundojmë bachelorin, masterin e tjera me radhë, bëjnë që të rinj ta kenë pak të vështirë që të gjejnë veten në tregun e punës, fillimet e veta. Unë mendoj që ne kemi disa politika që kanë nisur, domethënë patjetër që të bëhen, është ende larg që ne të pretendojmë që këto politika janë duke dhënë eficiencën e tyre maksimale dhe ne jemi duke marrë më të mirën e tyre, por ama do doja shumë që ne të shikonim pak edhe pjesën e përgjegjësisë pra ka një dritë jeshile, mendon Jasmina? Unë mendoj që po. Po, në rast se të student, për shembull, kur mbarojnë shkollën, shpesh herë kur shkojnë për trokitër për një vend pune tek një punëdhënës, ballafaqohen apo ndeshen me të fjalën ke eksperiencë pune, që kuptohet pasi që dalin nga bankat e shkollës, jo gjithmonë mund të kesh një eksperiencë pune. Është e drejtë, por ama nga ana tjetër duhet mbajtur parasysh dhe diçka që e karakterizon brezin që ne bëjmë pjesë. Ne si të rinj, ndryshe nga bashkëfushatarët tonë, po në epoka ose në periudha të tjera kohore, kemi mundësinë edhe të vullnetarizmit, edhe të zhvillimit të internshipeve dhe janë gjëra të cilat në momentin që neve jemi duke folur, kanë marrë goxha shtrirje. Pra për një të ri sot nuk është dhe aq e pamundur që të gjejë një praktik ose që të gjejë nga ana tjetër një mundësi ku ai të angazhohet vullnetarisht në një aftësi që ai do donte ta zotronte. Shumë drejt kjo që thua, po flasim për përpjekje personale nëse bëjmë, po konkretisht çfarë ofron arsimi? Pra, politika që ofron arsimi, le të themi, për të shkuar drejt një vendi pune të sigurt. Se ke nga ato studentë që kanë dëshirën e mirë, por kanë një vullnet të hekur, le të themi, për të vetpunësuar apo për të shkuar, le të themi, për të marrë fillimisht një eksperiencë qoftë në mënyrë vullnetare, por le të themi ato studentë që kanë mbaruar një pjesa tjetër, le të themi, që kanë mbaruar studimet dhe ka të vështirë për të gjetur një vend punës. Si mund t'ja dalim? Unë mendoj që sa i takon pjesës së arsimit, në momentin që flasim për arsimin, duhet kemi parasysh kurrikulat që si thua studojmë. Po. Dhe nëse do duam që të themi çfarë cilësie kanë kurrikulat tona, pra çfarë cilësie përgatisin ato për pjesën e profesionistëve që nxjerrim, mjafton që ne të shikojmë studentët tanë që kanë shkuar jashtë vendit për të parë, domethënë, që kurrikulat tona, që është e vërteta, një pjesë e mirë e tyre janë të fuqishme. Pra nuk mund të pretendojmë që ne kemi kurrikula të dobta, që nuk janë as pak të updateuara me nevojat dhe me kërkesat e tregut. Unë mendoj që disi kurrikulat që ne kemi thuaj që të afrojnë me punën, me praktikën, janë të fuqishme për të krijuar studentit që është aty brenda një perspektivë shumë të mirë se çfarë do duhet që ai të sjellë si profesionist. Por nga ana tjetër, duke qenë se me të drejtë, kjo është një mangësi e sistemit ton, nuk kemi një ndërlidhje të mirë dhe të fortë me tregun e punës, dhe kjo është një nga problemet që kanë hallkat arsimore, nëse do duat që të bëjmë një pikë, domethënë kur neve krijojmë edhe kritik në raport me këto institucione, duhet me kuptu që ka këtu problematikat kësaj natyre, megjithatë këto problematika janë të adresueshme. Thjesht çështja është që vetë studentët, krahas përpjekjeve që bëjnë institucionet për të siguruar praktika, nuk e bëjnë në nivelin e dëshirueshëm, megjithatë disi ka përpjekje, pra në vitin e tretë studentët për shembull, nëse do flasin në rastin e shkencave politike, kanë mundësinë që të ndjekin një praktik pune. Por nga ana tjetër nuk është vetëm përgjegjësia e universitetit pjesa e praktikës punës, sepse ka një problem shumë të madh strukturor në vetë treg. Pra ty mund të ofrojë, domethënë vetë fakulteti një mundësi që ti të shkosh dhe të bësh praktikën, flasim tek Ministria e Arsimit, tek Ministria e Punëve të Jashtme ose tek çfarëdo lloj organi qeverisës ose pushtetit vendor, mirë po nëse vetë ky institucion nuk ka një vizion se si duhet ta angazhojë praktikantin, atëherë problemi duket që nuk është vetëm tek pjesa e arsimit, po ka të bëjë me gjithë sistemin që neve na rrethon. Njësër hallkash. Entila, mendoni që arsimi ju ka përgatitur mjaftueshëm drejt tregut të punës, duke qenë se të dy jeni student? Deri në momentin tani që jam duke studiuar, besoj se kam marrë informacionet e duhura, ndoshta dhe jo plotësisht shumë të nevojshme deri në tregun e punës, pasi shpesh ne herë kërkojmë gjithmonë prej arsimit. Pra, është individi që për krah si mund të ndihmojë të ndryshë arsimi për të shkuar drejt tregut të punës? Përveç të drejtave që thash, që kërkojmë se gjithmonë ne si student kërkojmë të drejta. Jam dakord me faktin se studentët kanë të drejtat e tyre dhe duan të arrijnë për këto drejta, po për të fituar këto drejta ka një sër detyrimesh që duhen zbatuar përpos këtyre drejtave. Për retorikën e kolegës Jasminës në fjalë që sapo foli për trajnime dhe këto, unë do t'i them se Shqipëria jo vetëm që radhitet si vendi i fundit në rajon për nga arsimi, por radhitet edhe si vendi i fundit në lidhje me investimin nga
nga GDP-ja e shtetit, pra nga prodhimi brendshëm brut i shtetit, me anë të cilën investon shumë pak krahas vendeve të tjera të rajonit Bashkimit Evropian, siç është Kroacia, Mali Zi, Serbia, nëse mund të themi Italia dhe vendet e tjera. Pra, që do thotë që gjitha kjo përkthehet në të rinj që janë të papunë. Të papunë, pra. Ka një listë standard që duhet investuar në arsim, dhe për të investuar në arsim nuk lejohet të investosh në 5% të GDP-së së brendshme. E thot kush? E thot ligji. Cili ligj? Ligji i Konventës Evropiane për arsimin dhe ligjet që nxirren nga shteti jonë për këtë pjesë. Pra, për të investuar në arsim duhet të investosh 5% të GDP-së së brendshme bruton të GDP-së së brendshme në mënyrë që të aplikosh forma të reja dhe praktika të reja. Përsa i përket pjesës së trajnimeve që ju e thatë më parë, studentët e kanë pamundur të njekin trajnime, sepse këto trajnime nuk janë falas. Dhe unë këtu do thoje që nuk është as pak e vërtet, dhe këtu flas nga pikpamja e sektorit që unë e njoh shumë mirë. Sa i përket pjesës së trajnimeve, ajo që duhet kuptuar mirë, domethënë flasim momenti që ai kemi lënë barrën i çik disi më shumë studentit, momenti që ai mendon që nuk po gjen më të mirën e mundshme tek arsimi, momenti që individi, studenti vendos që do që të angazhohet me bazë vullnetare ose dhe jo vullnetare tek ofertat që gjen në organizata për shembull shoqërisë civile, duhet me kuptuar që ka një sër oportunitetesh që i paraqiten këtij individi dhe trajnimet janë vetëm një nga format. Trajnimet, pra vetëm qëndruar i tulur sikurse jemi ne dhe dikush tjetër neve na flet dhe në fund marrim një certifikat, unë bie dakord që nuk janë më efektive, mirë po nëse ti do të marrësh pjesë në shkolla verore, ku ti ke mundësi që të bësh punë grup, që krijon ide të reja, pra vjen me një vlerë të shtuar në treg sepse ti gjeneron një nisëm. Dhe ajo nisma nga ana tjetër dëshmon ca aftësi të mira që ti ke, ajo ty të bën kandidat potencial për një vend shumë të mirë pune. Dhe unë do doja domethënë ta ktheja pak nga vetja thjesht për treguar se si ky është një rast konkret, pasi vetë unë brenda vitit tim të tretë bachelorit kam marrë oferta punësimi nga 2 organizata, pra ende pa e mbyllur në të njëjtin sistem arsimor që edhe unë dhe kolegu im marrim pjesë, dhe unë mendoj që të paktën me eksperiencën që kam patur në këto organizata deri tani si e punësuar dhe jo më si praktikant ose si pjesëmarrëse. Shumë dyrë, Jasmina. Sigurisht, dhe nga ana tjetër di të them që kurrikulat që unë kam patur në universitet më kanë shërbyer të vlefshme sepse më kanë nxjerruar horizontin, më kanë nxjerruar mendimin kritik, aftësitë në të shkruar dhe në të komunikuar, dhe gjitha këto janë aftësi që mund përkthehen në punësim. Shumë e drejtë, po mendojnë që mungesa e përvojës për një të ri çon në pengesë drejt një vendi pune. Pra njëri që nuk ka përvojë pune, nuk ka eksperiencë, që dëgjojmë shpesh që i kërkohet eksperiencë pune, një civil themi e pasur, gjithmonë ka një herë të parë, një fillim që duhet një piknisje, por a ja vështirësojnë le themi rrugën drejt një vendi të ri pune? Patjetër, në momenti që ti nuk ke absolutisht asnjë lloj eksperiencë në CV-n tënde dhe vetëm gjë që aty shkruhet është shkenca politike, gjimnaz, edhe pastaj në fund fare gjuhët që ti di, është shumë e vështirë që një punëdhënës potencial të marrë seriozisht, në sensin që thotë që okay, ky njeri mundet që të zotrojë kompetencat që mua më duhen për këtë profil pune. Dhe në përgjithësi, domethënë ka rezistencë dhe nga vetë punëdhënësit në raport me këtë gjë, dhe unë atë do ta pranoja, sepse është e vërtetë. Në cilat janë fushat e sektorit që mendon që ka më shumë punësim për të rinjt? Të shi fushat e sektorit që kanë mundësi për të rinj, domethënë shumë studentë të cilët sapo mbarojnë në degën e tyre dhe dalin nga universiteti, janë shumë pak, një numër që mund të themi 5% ose edhe një numër 5% nuk e arrin të punësohen tamam në degët e tyre, pasi pjesa tjetër përfundojnë o në profesione të ndryshme që janë as pak edhe të ngjashme me fushën e studimit që kanë kryer, ose dhe e fundit emigrojnë nga vendi ose nga dheu i tyre të cilën e kanë mbaruar këtë lloj studim. A mendojnë që tregu i punës ofron vërtet mundësi dhe shanse të reja për të rinj shqiptar, apo nuk mjafton dhe të rinjt duhet të hedhin syt për te kufil? Unë mendoj që ne nuk duhet ta shikojmë tregun si një dhënë fizike statike. Pra ky është tregu, po të pëlqeu futu, po nuk pëlqeu, shko dhe kërko diçka tjetër. Tregu në fund ditës është krijimi i njeriut, pra ne gjithë kemi mundësinë që tregun ta modelojmë. Kjo do me thënë që nëse ti nuk e gjen dot veten në asnjë nga sektorët që ty t'jepen në treg, atëherë kërko pak më shumë, përpiqu pak më tepër dhe shiko se mos krijon ti një sektor të ri ose një suaz të re. Kjo do të thotë që nëse ti ke prirje në këtë fushë, mund të synosh ngritjen e një
biznesit të ri, mund të synosh ngritjen e një organizate, mund të shikosh mundësi për freelancing, të cilat janë ende të reja në kontekstin shqiptar, për të qenë sinqert, por nga ana tjetër do jenë gjithnjë më shumë në kërkim, ndërsa sa për të përgjigjur pyetjes që ti shtrove me të drejtë, unë mendoj që në momentin që ne jemi duke folur sektori i digitalizimit, pra gjithçka që ka të bëjë me digitalizimin, duke filluar nga pjesa e ndërtimit të websajteve, administrimit tyre, çështje që kanë të bëjnë me pjesën e programimit ose edhe me administrimin e infrastrukturës software, hardware, tjera me radhë, janë fushat në të cilat të rinjt kanë mundësi që të punësohen ende pa e mbyllur mirë shkollën sepse ka shumë uri në tregun shqiptar. Megjithatë, mesazhi im në raport me këtë çështje për të rinjt nuk do të ishte që të rinjt thonë, ok, meqense këtë kërkon tregu, atëherë unë do profilizohem drejt kësaj gjëje, po të shikojnë dhe të lexojnë njerëz se cilat janë aftësitë e tyre, sepse unë mendoj që nëse në kontekstin shqiptar je më i mirë asaj gjëje që ti bën, ti e ke shumë më të lehtë që të integrohesh në treg. Prandaj duhet me synu drejt ekselencës, pra po flas për çdo person, është e nevojshme që ai të shikojë dhe thotë cila është fusha që mua më tërheq dhe un kam dëshirë të kontribuoj dhe kam dëshirë të zhvillohem dhe të mos mbetet peng vetëm i atyre që dëgjon ose edhe i frikave momentale, cilat për një të ri shqiptar ç'është e vërteta janë shumë të mëdha për shkak se një nga mangësitë kryesore që ne kemi në sistemin tonë arsimor është mos konsolidimi i edukimit karrierës. Dhe rrjedhimisht kjo i bën fëmijët kur janë fëmijë dhe të rinj pastaj, siç jemi në moshën tonë, shumë të brish në raport me zgjedhjet që ata bëjnë. Pra neve kemi shumë të kollajt që në momentin të kornizuar patjetër, por përveç se të kornizuar ndonjëherë edhe shumë të trysnuar për të bërë ca zgjedhje që ne mendojmë që janë të sigurta, por që nga ana tjetër jo domosdoshmërisht na përputhen me atë që neve mundemi t'i japim. Kjo mospërputhje pastaj na bën realisht të paaftë për të qenë në treg pune. A mendoni që të rinjt sot vërtet e duan punën si një mënyrë për të siguruar të ardhurën apo duan të shkojnë përtej, të kenë një ndikim më të gjerë në shoqëri? Të kenë një fëmijë, themi, edhe për komunitetin. Si mendon Erdi? Për mendimin tim, puna është thjesht një instrument me anë të cilet të jep të ardhura, ndërsa këto të ardhura me anë të këtyre të ardhura është qëllimi që të bëjmë jetën dhe puna nuk është thjesht që të jetojmë anë të këtyre ardhurave, po me anë të këtij investimi dhe me anë këtë punë duam të japin edhe kontribut në shoqërinë tonë. Si janë synimet tuaja konkretisht? Diçka në lidhje me trajnimet të cilët tha Jasmina më përpara, me anë të cilës studentët mund të aplikojnë. Ne kemi 2 institucionet zbatuese për politikat e punësimit, të cilët dhe ju i dini shumë mirë, është Agjencia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi dhe Agjencia tjetër Kombëtare për Punësim, Aftësim Profesional dhe për punësim AKPA edhe formimit profesional. Pra, në qoftë se ti aplikon të institucioni i parë i politikës punësimit, ti dërgon të dhënat aty, të dhënat të tu arrin stok aty, sepse ti nuk keni një lloj nuk keni lloj eksperiencë në punë dhe ti të rrin stok në institucionin zbatues të politikës së punësimit. Edhe personat të cilë aplikojnë në këtë lloj mënyre demotivohen nga këtë lloj sisteme që po thua ti dhe humbasin edhe vetë dëshirën për punë, pastaj dhe gjejnë mekanizma të tjerë në mënyrë ilegale apo informale për punë. Unë mendoj që shteti jon patjetër që duhet investojë në institucione që kanë lidhje me pjesën e punësimit dhe e bën. Mendoj që ka vend për më mirë patjetër, por nga ana tjetër për mua është shumë e rëndësishme që vetë riu, që është në pozitat e kërkimit të punës, mos ta limitojë pjesën e kërkimit vetëm duke u regjistruar tek zyra e punësimit, por nga ana tjetër të shkojë edhe të shikojë thirrjet që publikohen gjatë gjithë kohës online. Një nga mjetet kryesore se si mundet që kjo gjë të bëhet është edhe vetë rrjetet tona sociale neve t'i përdorim në mënyrë më të zgjuar, sepse ajo që duhet kuptuar mirë në raport me atë që neve kalojmë kaq shumë kohë përpara, pra rrjetet sociale, është që ajo funksionon me bazë algoritmesh dhe nëse neve do të jemi duke zgjedhur gjatë gjithë kohës shikojmë vetëm gjëra të natyrës së qefit ose një gjë që nuk na kërkon të mendojmë, praktikisht ajo gjë neve do të na limitojë nga mundësitë që janë gjatë gjithë kohës prezente në treg. Pra nëse do të hapësh telefonin e një personi që është aktiv në shoqëri civile ose në tregun e punës, do të shikosh që ky njeri bombardohet me mundësi nga të gjitha anët, me thirrje, me mundësi për të aplikuar për programe, shkëmbimi, për të qëndruar në vend, për trajnime, për mundësi punësimi patjetër, sepse për shembull sektori i shoqërisë civile ose përveç sektorit shoqërisë civile, po edhe sektori i biznesit e përdorin njerëzakonisht shumë këtë mekanizëm dhe në përgjithësi është mekanizmi më
rezultativ se dhe vetë institucionet shtetërore, për shkak se ndërlidhja është më informale dhe është më e kollajt për t'i aksesuar njerëzit, mjafton duke paguar një shumë të vogël për shembull për reklama. Pra unë targetoj tamam ato që dua, pra nëse unë dua të punësoj një të ri që është i grup moshës 22 deri 28 vjeç dhe që mundësisht është i diplomuar, unë mjafton që të vendos kredenciale dhe kjo ad, pra kjo reklam që unë bëj, ju shfaqet automatikisht kësaj kategorie dhe unë rris gjasa që në biznesin ose në organizatën time të punësoj një person që është i këtij profili më shumë. Pra duhet që edhe neve të shkëputemi disi nga korniza vetëm çfarë bën shteti për ne, është patjetër e nevojshme që ne të kërkojmë llogari aty ku gjërat nuk shkojnë mirë, por patjetër që duhet me pa edhe këto hapësirat e tjera dhe nuk mund të mbetemi absolutisht varur, sepse kjo shoqëri ka nevojë për ne, ka nevojë për profesionistin e mirë dhe nëse neve do rrim dhe vetëm do presim kur shoqëria neve të na kërkojë vet, pra ti trokasi derës dhe thotë ti ke mbaruar shkenca politike, hajde tani puno me mua në shtet. Kjo gjëja nuk ka për të ndodhur dhe ne do të zgënjehemi, shoqëria nuk do përfitojë nga ajo që ne mund t'i japim. Kjo gjë shumë e mirë që në fakt përgatisim të cili drejt tregut e punës dhe të jemi me një portofol të pasur, le të themi. Do të t'ju pyesja cilat janë synimet tuaja për të ardhmen? Tek pjesa e synimeve të mia për të ardhmen. E realizuar aktualisht, le të themi, duke pas parasysh që jeni student, por dhe kërkoni për të pasur një punë, pse jo? Unë për momentin e shoh veten pjesërisht të realizuar, mendoj që kam ende shumë objektiva të tjera për të përmbyllur. Për shembull, duke qenë se unë vazhdoj të ndjek bachelorin, praktikisht unë do të jem domosdoshmërisht në kërkim të një masteri për shkak se një nga objektivat që unë kam në afatgjat për veten është që të kem një doktoraturë. Dy fushat që mua më kuriozojnë dhe kam dëshirë të eksploroj profesionalisht, po edhe me dhënë kontribut, se aty mendoj që mund të jap më të mirën time, janë akademia dhe shoqëria civile ku vazhdoj të jem angazhuar. E shikoj që do të kem një ndërthurje të fortë mes këtyre të dyjave dhe pastaj në afatgjat patjetër do më kishte pëlqyer edhe të kisha një eksperiencë në institucionet shtetërore për ta kuptuar ndoshta edhe perspektivën e tyre nga brenda kësaj radhe, jo thjesht nga jashtë edhe duke deduktuar nga raportet dhe gjërat kësaj natyre. Pra, kërkim shkencor, kontribut social, këto janë fushat që unë do e shoh veten. Ne të urojmë suksese. Netil, po për ju cilat janë synimet tuaja në karrierën profesionale? Atëherë, unë kam vendosur që të studioj në vendin tim, si dhe të vazhdoj karrierën në vendin me anë të cilë ku unë jam lindur dhe dua të rritem akoma, dua të studioj këtu dhe nuk dua të emigroj. Pra të investosh në Shqipëri? Në Shqipëri dhe në vendin tim. Kjo gjë shumë e mirë. Për ta përmbyllur, duke qenë se Netil ju ishit, le themi, kundër temës, le themi, arsimit, nuk na çon drejt punësimit, ndërkohë ju mbrojtët tezën pro, Jasmina. Do ndryshojmë pak rolet, apo cili është mendimi juaj, le themi, përfundimtar? Mendimi im përfundimtar do të ishte që nuk kemi të bardhë dhe zezë, pra nuk kemi asnjë arsim që patjetër e ke dyerën e hapur, mbaro këto dhe bujrum tek vendi i punës që doje, por nuk kemi asnjë lloj arsimi që si thua neve na pengon nga të integruar në tregun e punës. Ashtu si çdo sektor tjetër që e kemi në vendin ton, ka vend shumë për përmirësim, duhet me qenë shumë kritik aty ku ka vend për kritika, por nga ana tjetër duhet edhe me i mbështet fort ato programe që konsiderohen si të mira. Për shembull, nëse do flasim në suazën e programeve të mira, në terma po themi të universitetit, unë i përgëzoj shumë ato universitete të cilat në radh parë janë duke u zgjeruar më shumë në bashkëpunime me bizneset edhe me aktorë shoqërisë civile. Është një iniciativë, domethënë, që është ngelet shumë në vullnetin e universiteteve. Unë mendoj që këtu ka shumë vend për institucionalizim të brendshëm, që domethënë mos të ngelet thjesht në dëshirën e rektorit, në dëshirën e mirë të dekanit edhe në dëshirën e një pedagogu, po të jetë diçka institucionale e cila në radh parë një herë është gjithmonë në kërkim dhe në vazhdim për t'i mundësuar më shumë mundësi studentëve dhe pastaj patjetër mendoj që një nga defektet kryesore që ka arsimi ynë, dhe flasim për arsimin e lartë, është që të gjitha këto mundësit, për fat keq, nuk janë institucionalizuara. Pra, do me thënë, e kemi pedagogë shumë të mirë, që janë të organizuar, marrin pjesë në për organizata, janë aty të përfshirë si ekspert, pra që kanë gjithë kohës kontakt me punëdhënës potencial, por këto lidhje që pedagogët tanë kanë me këto organizata, me këto biznese, cilat i mbështesin në zhvillimin e tyre, nuk janë institucionale dhe rrjedhimisht ajo ngelet një llav goje që mua mund ma thot një pedagog pse jam studente e mirë. Unë nuk mendoj që kjo duhet reduktohet këtu, pra thjesht në eksperiencën ose në marrëdhënien që ne kemi me një pedagog ose me dy.
përmes le të Po themi. jo, duhet me thënë kjo duhet jetë një marrëdhënie shumë e ngushtë mes universiteteve dhe vetë sektorit. Pra, në qoftë se ky biznesi ose kjo organizata po kërkon një person, po lajmëron universitetin dhe universiteti i lajmëroj gjithë studentët e tij dhe të aplikojnë pastaj studentët tek ajo thirrja. Pra, mendoj që kemi këto lloj ngërçesh, po mendoj që ka edhe shumë, më thënë, edhe shpresë për të thënë që ore dëgjoj se po punohet, edhe ka vullnet për me punu. Thjesht është një vullnet gati letargjik që duhet zgjuar dhe nga ana tjetër kërkon shumë, veçanërisht edhe nga vetë ne studentët, se ne jemi përfituesit, po nga ana tjetër edhe pësuesit më të madh këtij sistemi, prandaj ne duhet të jemi një çik më të organizuar për t'ju qëndruar më shumë në kokë. Edhe vetë ato praktika që realizohen për shembull, Ti je më shumë kërkues ambicioz. Duhemi. Unë nuk jam kundër me mendimet e Jesminës që tha, por edhe nuk jam dakord me disa pjesë të cilët fakultetet kanë programet e tyre dhe studentët zhvillojnë aftësinë dhe i lidhin me grupet që thatë ju apo shoqatat të cilët u dërgojnë. Sepse shumë nga studentët që njoh unë të cilët kanë mbaruar fakultetin, qoftë edhe me mesatare shumë të lartë, por nuk kanë gjetur një vend pune. Sepse shumica e studentëve të cilë arrin të kapin një vend pune kyç, vinë nga një klan i caktuar, kryesisht nga klanet e biznesit, nga klanet politike apo klanet fare fisnore. Pavarësisht se edhe nuk e kanë një lloj inteligjencë të asaj fushë për të qenë aty. Unë të doja të bëja një replik për këtë çështje edhe ndoshta për të mos marrë edhe shumë kohë, po mendoj që në kushtet në cilat është Shqipëria për momentin, me largimin masiv të njerëzve dhe veçanërisht kategorisë të rinjve, pjesa e nepotizmit edhe mbi gjitha, domethënë, e fenomenit të mikut, që ne kemi pasur shumë të përdorshme në diskurse dhe në të gjitha, nuk është më dhe aq prezente, prandaj nuk do duhet që neve ta kufizojmë veten me idenë që vetëm ai që ka babain biznesmen do punësohet, po duhet marrëmi çik iniciativën, duhet kërkojmë pak edhe llogari tek vetja jon, duhet shohim një ai aplikimi që ne bëmë a është në cilësinë e dur, sepse për shkak të këtij faktori demotivimi që ti e përmendë me shumë të drejtë, sepse është ajo që ne dëgjojmë gjatë gjithë kohës, ndonjëherë për shkak se ndodh, ndonjëherë për shkak se është një lloj komforti që ne i veshim vetes tonë, momenti që refuzohemi, po nëse ne ngecemi në këtë fazë, atëherë i bie që ne asnjëherë nuk do të jemi në gjendje që të bëjmë një aplikim shumë cilësor. Të demotivuarit gjithmonë e bëjnë shpejt për ta mbyllur, sepse nuk ka shpresë se do zgjidhen, dhe në momentin që kanë bërë një aplikim të dorës dytë, ai person që ka qenë duke parë aplikimet dhe shikon që ka 10 aplikantë të tjerë që kanë treguar më shumë seriozitet, normalisht do punoj me këta 10 aplikantë që kanë treguar më shumë seriozitet ose ndoshta që kanë pas pak më shumë besim. Prandaj unë them mos ta demotivojmë veten nga faktorë që nuk i kemi në dorë rreth parë. Se nuk mendon ti se këto institucionet funksionojnë në mënyrë nepotike apo burokratike? Jo, unë mendoj që neve kemi një lloj çlirimi nga kjo gjë. Kemi mekanizma shumë të mira që na ndihmojnë. Kjo bën që ta step një të rinj pra për të kërkuar një vend pune, demoralizon nëse ecim me këtë vi logjike që Patjetër, në qoftë se bëjmë ne një raport studimi dhe marrim në anketim disa student për të arritur një vend pune dhe i pyesim në një mënyrë të tillë se si mund të arrijnë këtë lloj vend pune, ato të tregojnë menjëherë se përdoren mënyra burokratike dhe asnjëherë në mënyrë drejt nuk mund të arrish një vend pune. Janë raste ku probabiliteti për të arritur një vend pune, sidomos në Shqipëri, është 1 me 90, për mendimin tim. Unë që kam prekur ditë them që është shumë më i madh. Po kjo gjithsesi na step që ne ecim përpara dhe të kërkojmë më shumë. Pavarësisht se ka vështirësi dhe unë e di se ka vështirësi për të arritur aty ku ka dëshirë çdo student, edhe pse isha kundër me argumentet e mia, unë përsëri nuk demotivohen për të ecur përpara dhe këta janë të rinj që na duan, domethënë që nuk demotivohen aty ku dua unë vetë. Unë falenderoj Ertil, Jesmina për këtë bisedë këndshme që ndam së bashku.